vëllezër shqiptar, motra shqiptar, nëna baballar, shok, miq dhe shamirës, t'ju drejtoj unë një pyetje, me që ne gjithë jetojmë në të njëjtin shtet dhe paguajmë të njëjtat taksa, kemi të njëjtin kosto jetese, bashkarisht. Shumë të nderuar, çfarë bën ti? Çfarë bëni ju? Çfarë bëjmë ne kur kryeministri jon Edi Rama pin verë 36.000 euro shishja? Çfarë bëjmë ne? Çfarë bëjmë ne në mandatin e tij të 4? Çfarë shpresë kemi ne? Pas 4 vjetëve, në fakt, zgjedhjet kanë një vit që ka mbaruar. Në fakt, edhe 3 vite i kam mbetur Edi Ramës, bashkë me grupin e tij mafioz. A besoni ju që jeni qeverisur? A besoni ju që jeni ndihmuar nga Partia Socialiste dhe nga qeveria e Edi Ramës? A besoni? Po tani, do shpresojmë ne dhe 4 mandate të ardhshme? Që të na qeverisë Edi Rama? Do besojmë ne edhe 4 vite të ardhshme? Do besojmë ne edhe 4 muaj të ardhshme dhe 4 ditë të ardhshme, sepse ai do na shpëtoj ne? Do shpëtoj Shqipërinë nga korrupsioni, nga varfëria, nga mizeria, nga shkatërrimi i shtetit, nga shkatërrimi i institucioneve? Nuk ka dashur shqiptar qeveri më të korruptuar në Ballkan, në Europë, por edhe në botë se sa qeveria jonë, se sa qeveria e Shqipërisë. Nuk ka dashur shqiptar. Nuk ka opozit më të korruptuar se sa opozita jonë, pra Partia Demokratike. Në kryes Sali Berisha. Të parë që korruptuan këtë parti ishin gazetarët, duke i dhënë më shumë rëndësi Sali Berishës se sa Lulzim Bashës. Po gazetarët. Gazetarët janë një klasë shumë rrezikshme. Tashmë ata e kanë krijuar gjithë strukturën e tyre edhe në të ardhmen, po këta do të jenë rreziku. Gazetaria shqiptare nuk ka lidhje me raportimin. Nuk ka lidhje. Tani dash shqiptar. Pika 3. Mund të besojmë ne që partitë e vogla mund ta udhëheqin Shqipërinë? Mund të besojmë? Ku mund të besojmë në dash shqiptar? Tek partia e call centrave e zotit Shell. Mirë, dakord. Ku mund besojmë ne? Tek partia e Arlin Qorrit, Lëvizja Bashkë, i cili e ka themeluar atë parti që në 2011, ne jemi në 2026. Ku mund besojmë ne? E ka fituar një deputet. Ku mund besojmë ne? Tek Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapaj, i cili i konsideron çunat edhe vajzat e Shqipërisë, djemt dhe gozat e Shqipërisë, çfarë thythush, nuk ke çfarë flet për ata. Një rebel sherxhi i pashkolluar bashkë me grupin e vet. Ku mund besosh?
Ku mund të besoj populli shqiptar, ku mund të besoj pra te Edi Rama Partia Socialiste jo, te Sali Berisha Partia Demokratike jo, te partitë e vogla jo. Atëherë ku më besojmë dash shqiptar? Atëherë dash shqiptar nuk na mbetet gjë tjetër ne veç se të mbështesim shtetërisht, popularisht, kombëtarisht, me mish edhe shpirt, me ndërgjegje dhe dashuri për dheun, spakun. Spakun të cilën partitë politike të Shqipërisë e kam bërë, si thuash, një leckë pa vlerë, flamurin e spakut. Çdo ditë e shajnë, e poshtrojnë, e manipulojnë. Partitë politike. Po tani da shqiptar, ne jemi shtetet Shqipërisë, nuk jemi gjithë institucione. Nuk jemi gjithë ne institucione, ne jemi populli Shqipërisë, e i vetmi popull që për qindra vjet, për shekuj, për dhjetra vjeçar, ka dashur vetëm drejtësi. Prandaj da shqiptar nuk na mbetet ne asgjë tjetër edhe për shishën e funit të verës e Tiranës, edhe për tullën e funit që ka vendosur në shtëpitë vet. Ai bashkë me kompani e koloni e Çakejn, që nga fshati më i largët të Shqipërisë, më i humbur, më i shkatruar i Shqipërisë, nga pika më e lartë e botës, të japin llogari deri në tullën e fundit, ashtu siç jap unë edhe ju. Për një monedhë, për një kartë monedhë, për 100 dark. Ai të japi. Shqipëria nuk është Republikë bananesh, Venezuelë, Kolumbi, Panama. Shqipëria nuk është në Afrikën Sahariane, Zimbabwe, Etiopi. Shqipëria është në qendër të mesdheut edhe të qytetërimit europian dhe të asaj mesdhetar. Pra, për gjitha këto arsye dash shqiptar, duhet të mbështesim spakun në çdo mënyrë dhe çdo kush. Madje t'i kërkojmë edhe llogari, sepse nuk ka shpëtim tjetër për ne. Sepse dash shqiptar, këta kanë një plan bashkë me strukturat anti-shqiptare në Ballkan dhe në Europë për shkatërrimin, degenerimin, largimin, emigrimin e shqiptarëve. Shqipëria pothuajse është sa gjysma Malizi. E Malizi ka gjysmë milioni banor, 500.000 banor. Këta duan ta lënë Shqipërinë me 1 milion banor pra. Me 1 milion banor. Ndërkohë kur momentalisht Shqipëria ka 800.000, 1 milion pothuajse pensionistë. E kush do jetë Shqipëria pas 5 vjetëve? Prandaj, le të mbështesim spakun të likujdohet një orë dhe më parë me të gjithë krerët e politikës së Shqipërisë, nga 1990 deri tani në 2026, sepse është një klasë jashtëzakonisht e fortë. Askush këtë klasë nuk mund ta godasi përveç se spakut. Por spaku do mbështetjen e çdo shqiptari, i cili deri tashmë ka ngrënë bukë me forcat e veta, me punën e vet të ndershme. Spaku do presion kombëtar, shtetëror, qytetar shqiptar, të vendosur, sepse da shqiptar, ju nuk jeni rritur me bukë të vjedhur. Ju nuk jeni rritur ashtu si kryetari ytë i opozitës apo i pozitës. Prindrit tuaj nuk kanë vrarë shqiptar, nuk kanë durt me gjak, nuk kanë latë durt me gjak shqiptari, nuk kanë trafikuar qenë njerëzore në Europë, siç ndodhi nga 90-ta deri në vitet e fundit. Këta i bën politikanë Shqipërisë. E ti pse voton këta? Ti e unë kush do qoftë? E pse ti votojmë këto monstrane?
të monstra. E pse ti votojmë ne këto? Qoftë partit e vjetra, qoftë partit e reja. Partit e reja janë njerëz autodidakt. Janë njerëz të pashkolluar, të paformuar. Plus nuk kanë virtytin e udhëheqjes popullit. Nuk kanë karizmën, vetit, udhëheqjes një populli. Nuk e kupton as demokracinë e brendshme, në vetvete, familje, në grup, parti. Që në embrion ta shfaqin kryetokraci. Ca djem parruar. Nuk rruhen. Ca azjatik vegjël. Në lindja mesme, ato paraqitje kanë. E dëshirojnë ta të marrin Shqipërinë mbi shpatlla, edhe të udhëheqin Shqipërinë e kombit shqiptar, Bashkimin Evropian, në qytetrimin më të shkëlqyer të planetit. Prandaj shqiptar, vetëm spaku është zgjidhja jam për momentin. Vetëm spaku është zgjidhja jam për momentin. Zgjidhje tjetër nuk ka. Shirketu dili nga shtëpia bashkë me familjarët në gjithë Shqipërinë 28.000 metra katror të mbështesim spakun. Mbështetje reale. Jo nga fuqia e spakut, nga drejta janë. Se s'ka punë spaku me popullin. Me popullin shqiptar, me kombin shqiptar. Ka punë me strukturët e erdha të vëut. Kanë shkatërruar Shqipërinë. 36 vjet. Nuk ka mënyrë tjetër. Gjithçka shkon, koha nuk toleron. As ty as mua as kënd. Ashtu si qep ti llogari për qindarën e fundit, do t'i japim edhe këta miliardierë, që pinë një shishe verë 36.000 euro. Që kam prana në 4 kontinente. Që kam prana për gjithë fisin. Ta t'japin llogari. Ju falenderoj shumë për dëgjimin. Edhe nëse jeme këto që them unë, shpërndaje.